Unë besoj shumë që dhe këte mund të them edhe bazuar në ato informacione që kam, që sa i përket çështjeve të Sky dhe Encrochatit, arrestimet do të vazhdojnë, sepse janë episode të reja për cilat Spaku dukshëm është i angazhuar duke i zbardhur e duke i dokumentuar, dhe po kështu një tjetër çështje për cilën pritet që të ketë zhvillime është edhe dosja e Shkodrës, masakra e Dobraçit, por edhe ngjarje të tjera të lidhura me të, një zinxhir ngjarjesh kriminale të lidhura me të, ku Çfarë ka dosja e Shkodrës? Po kemi një personazh atje që u arrestua rreth një javë më parë, Safet Bajri, dhe ka elemente të reja që kanë dalë sa i përket zinxhirit të vrasjeve që kanë sjell edhe hakmarrje për plazet mes grupeve. Po nga politika? Se po politik flitet tani, para zgjedhjeve, kur themi para zgjedhjeve, sigurisht, nuk themi për botë të krimit, për trafikant, themi për politikan. Deri tani që flasim, kemi disa kryebashkiak të cilët janë thirrur në SPAK, përmend këtu rastin e kryebashkiakut të Shkodrës, që është thirrur 2 herë. Benet Beci. Po, Benet Beci, por kemi edhe disa... S'ka parur, apo ka qenë... Jo, ka qenë në SPAK. Kemi ish deputetin e... Për çfarë arsye është thirrur Benet Beci, për gjëra që lidhen me bashkinë apo për gjëra më të vjetra, për detyrat më parë? Me sa informacion kam, bëhet fjalë edhe për çështjet që ai ka pasur angazhim më herët në detyrat që ka mbajtur me Fondin e Shqiptar të Zhvillimit, por janë edhe çështje që kanë të bëjnë edhe me tenderat të Bashkisë së Shkodrës gjatë ushtrimit të mandatit të tij, që janë bashkuar në një rast të tillë. Janë gjithmonë çështje në fazën e kallëzimit, nuk kemi akoma procedime penale, por... Patjetër përpara zgjedhjeve nuk ka rrezik. Për sa kohë që është thirrur 2 herë, patjetër që Spaku me sa duket shikon që është e nevojshme të kryej veprime dhe nuk përjashtohet mundësia që të kemi edhe zhvillime të tjera. Ka edhe funksionarë të tjerë të cilët janë thirrur në SPAK. Për deputet kam dëgjuar. Po, për deputet, disa prej tyre edhe larg, le të themi, kanë mbetur pa u mediatizuar, dhe që në muajt në vazhdim mbetet për të parë. Kur thash për Sky dhe Encrochatin, e kisha fjalën për atë fragment për të cilin edhe zoti Berisha del dhe nxjerr fragmente të vazhdueshme sa herë që paraqitet në SPAK, dhe që bën fjalë për lidhjet e biznesit, të politikës dhe të drejtësisë, ku përfliten emra dhe të krimit, ku përfliten emra nivelesh të larta në gjyqësor.